Mirëmbrëma, po fillon plug. Në emisionin e sotëm do të vjojmë investigimin e rrjetës thithse të parave publike nga 5B e Belinda Ballukut, të cilat, veç detyrës së ngarkuar nga partia, detyrojnë edhe varësit për të bërë të pamendueshmen, do të bëjnë gjithçka për të bllokuar denoncimet për ta. Një prej rasteve më flagrante që na frymëzoi për emisionin e sotëm është angazhimi për të sulmuar emisionin plug për investigimin e kryer mbi drejtorin e Autoritetit të Aviacionit Civil, Maksim Etemaj. Për angazhimin e jashtëligjshëm të aparatit të administratës vjen në ndihmë zëvendës drejtoresha e doganave Monika Dushku. Kjo e fundit, më shumë se sa e shqetësuar për Etemajn, duket se ka një hall edhe më të madh. Ajo, si edhe familja e saj, janë të përfshirë në skemat korruptive të 5B-s, fundja si çdo drejtor i Belinda Ballukut. Pak ditë më parë, në redaksinë e emisionit Plug mbërrin një denoncim që lidhet me emisionin që sapo ndoqet. Një punonjës dogane që për arsye sigurie do të mbetet anonim, tregon se ka marrë urdhër nga Monika Dushku për të reaguar dhe bërë report në rrjetet sociale këtë puntat e emisionit Plug. Kjo do të shërbente për stafin e Plug si një indicie për të kuptuar kush është ky personazh që urdhëron punonjës të doganave për të bërë këtë shërbim kundër fjalës së lirë dhe medias, për sa kohë nuk është as detyrë funksionale e zyrtarëve që urdhëroheshin. Nga verifikimet, rezultoi se Monika Dushku, që u kërkon zyrtarëve të doganave të raportojnë dhe sulmojnë publikisht median që denoncon lidhjet korruptive, nuk është as më pak e as më shumë, por numri 2 i doganave shqiptare. Monika Dushku, sipas CV-së së publikuar në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, mban detyrën e zëvendës drejtorit të përgjithshëm që nga viti 2019. Ky post është kyç pasi ajo ka mundësi të përzgjedhë të gjitha burimet njerëzore të doganave, ose siç quhen ndryshe, doganierët, që sot i urdhëron me mesazhe për të kryer edhe punë të tjera për ndjesit apo raportet e errta pa lidhje me detyrën për të cilën merr pagën nga taksapaguesit shqiptar. Por historia e Monikës duket se nuk ka lidhje vetëm me administratën apo të shërbyurit në këtë funksion prej aftësisë së saj. Ajo ka një lidhje të fortë me Partinë Socialiste dhe rezulton të jetë tezja e Olta Xhaçkës, deputete socialiste të preferuar nga Edi Rama, për mandatin e së cilës sfidoi kompetencat e parlamentit dhe madje krijoi një përplasje të rëndë kushtetuese duke asgjësuar edhe kompetencat e saj. Madje fuqia e Olta Xhaçkës në vendimarrjen e qeverisë dhe Edi Ramës u faktua edhe me marrjen e statusit të investitorit strategjik nga bashkëshorti i saj, Artan Gaçi. Kjo lidhje u dëshmua aq e fortë saqë edhe kur drejtësia gjeti zhvatje toke publike dhe falsifikime, burgosi çdo zyrtar periferik, por asnjëherë nuk veproi mbi pronën e ish-ministres së jashtme, bashkëshorti së cilës ishte përfituesi fundor nga ky krim. Lidhja familjare me Olta Xhaçkën duket se është vetëm një nga linjat e sigurisë së saj politike. Monika Dushku ka lidhje edhe më të forta me pushtetin përmes vajzës së saj, Sindi Dushku. Sindi, një emër krejtësisht i panjohur për publikun, ka nisur karrierën si këshilltare e ministres Belinda Balluku dhe më pas, në vitin 2021, është emëruar drejtoresh kabineti. Kjo lidhje e ngushtë me administratën publike dhe pushtetin ka ngritur shqetësime pasi duket se të gjithë anëtarët e familjes Dushku janë të pozicionuar në detyra të rëndësishme, duke u përfshirë në administratën shtetërore dhe biznese. E në këto kushte, duket se mamaja bëhet shumë e ndjeshme, por emisioni Plug i tregon qytetarëve fakte dhe afera ku rezulton e përfshirë shefja e vajzës së saj. Madje, lidhjet janë aq të forta saqë vajza e Monika Dushkut është fotografuar me Belinda Ballukun, teksa kjo e fundit bënte shopping në Athinë me Arber Avramin, djalin e Vladimir Avramit. Në fakt, Monika Dushku nuk është vetëm një zyrtare e lartë e doganave, por ka një tjetër lidhje shumë interesante. Vajza tjetër e saj, Jona Dushku, është një emër që ka tërhequr vëmendjen. Pas përfundimit të studimeve, Jona dhe partneri i saj, Andi Muhametaj, të dy vetëm 25 vjeçar, themelojnë kompaninë Star Spedition në janar 2015, një kompani që operon në fushën e agjensive doganore dhe transportit të mallrave. Andi Muhametaj do të zotrojë 90% dhe Jona Dushku 10% të aksioneve. Dhe këtu fillon të shihet një lidhje e ngushtë me administratën doganore.
Një agjenci e sapo krijuar nga 2 të rinj pa ndonjë eksperiencë në sektor, në një kohë rekord hapin 5 deg të agjencisë në disa nga pikat doganore më të rëndësishme të Shqipërisë, si Shkodra, Vora, Durrësi, Vlora dhe Rinasi. Për çudi, një agjenci e sapo krijuar arrin të hap kaq shumë deg dhe kjo është vetëm një nga pyetjet që na vijnë në mendje. Çfarë qëndron pas kësaj shpejtësie në zgjerim? Doganat në atë periudhë drejtoheshin nga Elisa Spiropali, një mikeshe ngushtë e Olta Xhaçkës. Dhe dyshimi i fortë që ngrihet në këtë rast është, a kishte Elisa Spiropali trajtim preferencial për tezën e mikeshes së saj dhe vajzën 25 vjeçare? Në prill të vitit 2015, Jona Dushku vendos të dhurojë 10% të aksioneve për 2 individ, Bledar Taraj dhe Edevaldo Topalli, duke u larguar përfundimisht nga pronësia e kësaj kompanie. Vetëm 3 muaj pas kësaj, me 1 korrik 2015, Andi Muhametaj i dhuron 90% të aksioneve Jona Dushkut, e cila 3 muaj më parë kishte deklaruar se do të largohej nga shoqëria. Por, transaksionet e aksioneve të kësaj kompanie nuk mbarojnë këtu. Disa muaj më pas, Jona Dushku dhuron aksionet e kompanisë për Konstantin Stojen, duke pasur kështu një strukturë të reaksionerësh. Tashmë, pronar të kësaj agjencie doganore janë Konstantin Stoja, 80%, Jona Dushku 10%, Edevaldo Topalli 5% dhe Bledar Taraj 5%. Në vitin 2015, kompania Star Spedition raportoi një faturim prej rreth 60.000 euro, ndërsa vitin pasues arritën në 170.000. Për vitin 2018, faturimi ishte 190.000 euro. Ajo që bie në sy në këtë periudhë është se këtu del një tjetër lidhje e kompanisë së vajzës së Monika Dushkut me Tosk Energy, një kompani e investiguar më parë nga Plug për aktivitetin e saj të errët. Blerim Hoxha rezulton se është ish zotëruesi i kompanisë Tosk Energy, e cila për disa vjet shfrytëzoi rafinerinë e naftës në Ballsh. Një tjetër histori aferash dhe dështimi të qeverisë Rama. Blerim Hoxha shfaqet në biznesin e hidrokarbureve në Shqipëri në vitin 2015. Ai themeloi kompaninë Tosk Energy në qershor të vitit 2015, kapitalin e së cilës e zotëronte vetë në 100% të aksioneve. Në 26 maj të vitit 2016, Blerim Hoxha ja shet aksionet kompanisë zvicerane CDF Loan Sales Sarl, me përfaqësues ligjor dhe pronar, shtetasin francez Christophe Darbord. Christophe Darbord në vitin 2015 ishte emëruar si administrator i kompanisë Armo S.A. Teksa Blerim Hoxha dhe Christophe Darbord kryenin këtë lëvizje, në Shqipëri kishte nisur kalvari i dhënies me qira të rafinerisë së naftës në Ballsh. Pikërisht në vitin 2016, rafineria merret me qira nga kompania IRTC S.A. e regjistruar në Virgin Island në administrim të familjarëve të biznesmenit Besnik Sulaj. Por pasi IRTC nuk arriti të paguante kredin me të cilën ishte financuar ky operacion, rafineria e Ballshit ju kthye sërish bankës. Në shkurt të 2018, kjo kompani materializoi një marrëveshje me shoqërinë Bylis dhe Tosk Energy, dhe ato punuan në Ballsh deri në 17 shtator 2019. Për vitin 2019, kompania faturon 160.000 euro, ndërsa për vitin 20, 180.000. E në listën e klientëve, tashmë, është edhe kompania e famshme 5D Konstruksion. Në tetor 21, Jona Dushku vendos përfundimisht të dhurojë edhe aksionet e mbetura, sërish shtetasit Bledar Taraj dhe Edevaldo Topalli. Sipas të dhënave të depozituara në QKB, rezulton se klientë e kësaj agjencie janë disa nga kompanitë më të mëdha të tregtisë së naftës dhe jo vetëm në Shqipëri, si Eroil S.A., Bolvoil S.A., Everest SPK, Shpiragu e të tjerë. Imponimi apo arritja e marrëdhënieve me kompani të këtyre niveleve nuk mund të arrihen kurrësi nga një kompani e sapo krijuar nga dy 25 vjeçar, pa një tablo me lidhjet e ngushta me administratën doganore dhe politikën qeverisëse. Në vitin 2019, Monika Dushku emërohet të zëvendës drejtori përgjithshëm i doganave, ndërkohë që e bija, Jona, ishte aksionere një agjencie doganore që operonte në 6 doganat kryesore të vendit. Për më tepër, për vitin 2021, Star Spedition raportoi faturim prej 220.000 euro, shifër kjo që nuk kishte asnjë logjikë ekonomike që ta bënte Jona Dushkun të dhuronte aksionet e saj aq fitimprurse. Për vitin 2022, kompania faturon 200.000 euro dhe këtë vit shtohet edhe një tjetër furnitor i lidhur me Ministrinë e
Belinda Ballukut. Klienti i kompanisë së vajzës së Monika Dushkut do të bëjë Albanian Seaports Development Company, me aksioner Autoritetin Portual Durrës, kompani e cila është aksionere e projektit Durrës Marina të Alabar. Se çfarë shërbimi ka bler agjencia doganore te një kompani që është agjenci doganore, do duhet ta zbulojnë hetimet. Ndërsa për vitin 23, kompania Star Spedition faturon 170.000 euro. Pikpyetjet ngrihen edhe mbi procedurën që duhet ndjekur për të siguruar licencën e agentit doganor, pasi legjislacioni për këtë është strikt dhe ekspozon përballë disa dyshimeve mundësinë e dy 25 vjeçarëve për t'i plotësuar, veç kritereve të formimit arsimor, aftësive menaxheriale, konfirmimit nga administrata doganore, është edhe një nen i rëndësishëm i ligjit, që parashikon garancinë financiare të kompanisë. Neni 78.4 gërma C, që kompania apo individi që merr tagrat e përfaqësimit të autoritetit doganor, duhet të depozitojë një bank cash 100.000 euro, garanci me bank apo kompani sigurimi. Për tranzit dhe borxh doganor 500.000 euro. Dokumentacioni për përmbushjen e kushteve që duhet të depozitohet për licencim përcaktohet me udhëzim të drejtorit të përgjithshëm të doganave. Më pas, kjo VKM ndryshohet dhe sot kriteret për të regjistruar një agjenci doganore janë më të lehtësuara, por gjithmonë duhet paraqitet një garanci e cila është në vlerën e 10 milion lekëve për garanci bankare dhe 40 milion për garanci nga kompanitë e sigurimit. Pra, që të kuptohet më qartë. Fillimisht do duhet që të licencohet si agent doganor duke kaluar edhe një testim. E deri këtu, kushërira e Olta Xhaçkës sigurisht që do të miratohej nga Elisa Spiropali. Më pas, agentët mund bashkohen për të regjistruar si agjenci doganore, por do duhet të depozitohet një garanci në vlerën e 500.000 eurove. Ku i gjetën këto para Andi Muhametaj dhe Jona Tushku nga 25 vjeç në momentin kur regjistruan kompaninë? Kjo është një pikë pyetje që duhet të shqetësojë më së shumti institucionet e drejtësisë dhe SPAK për të mos lejuar abuzime në një prej sektorëve që vënë në rrezik edhe sigurinë kombëtare.